et pour l'Europe. Et cela après... Franca është një aleate besnike dhe e palëkundër në NATO, ka theksuar Emmanuel Macron në një kohë kur homologu i tij amerikan, Donald Trump, përsëriti dyshimet mbi aleancën ushtarake. Presidenti francez renditi një seri eventesh historike ku Franca dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë për krah njëra tjetrës, duke përmendur edhe emrin e Marquez de Lafayette, një fisnik francez i shekullit të 19, që ishte një general madhor në ushtrinë amerikane që luftoi kundër britanikëve gjatë luftës revolucionare. Franca ka treguar respekt dhe miqësi ndaj Shteteve të Bashkuara, ndaj jemi të prirur të presim të njëjtën gjë prej tyre, deklaroi Macron. Të njëjtën Trump hodhi sërish dyshime mbi shanset që Shtetet e Bashkuara të mbrojnë aleatët e NATO-s, nëse ata nuk paguajnë atë që ai e konsideron të mjaftueshme për mbrojtjen e tyre. Në bazë të nenit 5 vendet e NATO-s duhet të japin ndihmën e tyre nëse një prej anëtarëve të aleancës ndodhet në sulm. Është e thjeshtë, nëse ata nuk paguajnë, atëherë unë nuk do t'i mbroj. Jo, nuk do t'i mbroj, tha Trump. Shefi i Shtëpisë së Bardhë shtoi se kishte pasur këtë këndvështrim edhe gjatë mandatit të tij të parë, kur komentet e tij nxitën anëtarët evropian të organizatës të rrisnin shpenzimet ushtarake për të përmbushur objektivin prej 2% të GDP-s. Trump theksoi se këto përpjekje nuk ishin të mjaftueshme, ndaj dhe aleatët duhet të paguajnë më shumë, shtoi ai.